Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Falendrojmë Allahun te bareke ve taala, mëshiruesin, mëshirbërësin, krijuesin të gjithë shkahit, furnizuesin. Allahun e falendrojmë, Allahun e adhurojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet për shëndetjet tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur vëllezër, për hir të Allahut, lut Allahun t'ju begaton me të mirët e tij, t'ju shpërblej me xhennetul firdaus për prezencën, sabrin tuaj, dhe lut Allahun subhanahu taala që kjo pjesëmarrje juaj të jetë dëshmi për ne, për juve të gjithë në ditën e ahiretit. Lut Allahun subhanahu taala për çdo sekond, minutë që do ta kaloni dhe do ta kalojmë së bashku në hijen e fjalëve të Allahut dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lut Allahun subhanahu taala që Allahu t'ju shpërblen me të mirat e tij në këtë botë dhe botën tjetër. Vëllezër, për hir të Allahut, do të mundohemi të themi disa fjalë, komente në lidhje me surën Ash-Sharh. Alam nashrah laka sadrak, një sure të cilën shumica e keni mësuar, të cilën e recitoni gjatë namazit apo edhe jashtë namazit, një sure si të gjithë suret e tjera që duhet të adim kuptimin, manan, që më së miri ta meditojmë Kur'anin dhe më së miri ta adhurojmë Allahun te bareke ve taala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Këtu Allahu subhanahu wa taala në këtë sure flet për një histori, një ngjarje që i ndodhi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë fëmirisë së tij. Është hapja e gjoksit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka të bëjë, dhe kjo ajet ka të bëjë vetëm me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i thot: a nuk ta kemi hapur ne gjoksin ty? Alam nashrah laka sadrak. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte te Halime Saadia, e cila kujdesishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, erdhën Gjibrili alayhis salam, erdhën melekët dhe ja hapën gjoksin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja nxorën zemrën dhe ja vëndun në një sahan prej në ari me ujë të Zemzemit dhe ja pastrun zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja pastrun zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga një pikë zezë që e kemi të gjithë. Dhe këtë ja larguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E cila pikë, ose për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zmadhohet ose zvoglohet. Zmadhohet me gjunahe, harame, vepra të këqija, dhe zvoglohet përmes veprave të mira, imanit, ibadeteve, adhurimeve që ja bëjmë Allahu te bareke ve taala. Kur kjo pikë zezë zmadhohet, rritet çast shumë sa që e kaplon e gjithë zemrën, dhe themi është nxirr zemra. Po, që jo është nxirr zemra, është bozi. Është bozi derisa pastaj mbyllet, vulloset ajo zemër, edhe shumë vështirë është dhe shumë puni nevojitet personit për ta hapë zemrën e tij, për ta çliruar zemrën e tij, për ta pastruar zemrën e tij. E Allahu subhanahu wa taala urdhëroi, se normal kjo u bë me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, kjo ndodhi 2 herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjatë fëmirisë së tij dhe gjatë udhëtimit të tij mbi 7 katë qiej. 2 herë ndodhi hapja e gjoksit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Keni parasysh 2 herë ju pastru zemra e tij. Pse? Normal në fillim para përgatitje, si fëmijë për profetsin, për mesazhin, shpallën që Allahu subhanahu wa taala t'ia shpallte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse si pejgamber nevojitet sabër, durim dhe jo reagim në të njëjtin mënyrë si që reagojnë dhe si që do të veprojnë njerëzit. E keni pa dhe e shihni se ne kemi shumë pak sabër, durim. Dhe as një as dy. Me njerë u akthejmë njerëzve në të njëjtën mënyrë ashtu si që vepruan apo si që bën ata me ne. E kur ti jesh një misionar,
kur t'jesh një thirrës, kur t'jesh një qartësues, një udhëzues, normal do të kesh parasysh se do të hasish në shumë probleme. Do të hasish shumë probleme, shumë sprova. Dhe ti nuk do të veprosh në të njëjtën mënyrë siç vepruan njerëzit me ty. E pastaj ne si hoxhallar habitemi pse njerëzit çdo herë kërkojnë dhe presin për ne që ne të jemi më sabërli, më durimtar. Po kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë për shkak se kemi marrë në mision përgjegjësi mbi supat tona. Edhe priten pra shpifje, ngacmime, provokime, islamofobi, shardje, fyrje, gjithçka. Xhamati, përgjithësi, jo të gjithë të njëjtë, jo një mentalitet, jo një tradit, dikush më ndryshe sillet, dikush më ndryshe. Edhe çdo herë kërkohet sabër, durim. Dhe nuk ka as pak xhamati pse të habiten me hoxhën kur është sabërli, por duhet të habiten kur nuk është sabërli. Pra me hoxhën duhet të habiten xhamati kur nuk është sabërli. Sepse për ati kërkohet të jetë sabërli. Jo në atë nivo, në drejtë siç ishte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se nuk kemi as pejgamber, e as që u pastruan zemrat tona. As që i hapi Allahu gjokset tona, por ne duhet të punojmë me vetin ton. Por nuk duhet habitur nëse hoxha duron ndaj provokimeve ose sjelljeve të ndryshme që sillen njerëzit me të. Por duhet habitur kur hoxha nuk e bën atë që duhet bërë. Ajo është sabri, durimi, masi që është një misionar dhe është një përgjegjës, një njeri që ka marrë përgjegjësi mbi supat e veta dhe është për hapjen e së vërtetës dhe thirrja e njerëzve në rrugën e drejtë e të vërtetë. Çka kishte në zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe çka ka në zemrat tona? Në zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kishte atë që gjithçka ka në zemrat tona. Çka i pastruan? Ja pastruan hasedin, kaskangjëllëkin, xhelozin, urrejtjen, mendjemallësin, mendime të këqija. Çdo zemër prej neve mund t'i kemi. Që këto gjëra mos t'i ketë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si pejgamber, sepse si do t'jetë pejgamber e tregohet mendim madh ndaj njerëzve, e sillet me mendjemallësi, ose pejgamber e mendon keq, ka mendime të këqija ndaj njerëzve. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ja pastroi me urdhin e Allahut, engjëjt ja pastruan këto gjëra, ja larguan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që zemra e tij të jetë e pastër nga këto gjëra. Pra do me thënë ajetit, a nuk ta kemi zgjeruar o profet, o Muhammed, në gjoksin tënd për ligjin e Allahut te bareke ve taala, për udhëzimin, për besimin e Allahut, për njohjen e së vërtetës dhe thirrjen në rrugt të Allahut? A nuk ta kemi zbutur zemrën dhe kemi bërë atë enë të urtësisë, të moralit të lartë, të prirjes për botën tjetër dhe lehtësimit në të mirat? Sepse nëse në zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do ekzistonin gjëra të tjera, vepra të tjera të zemrës të këqija, atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të kishte një zemër të butë. Nuk do të ishte i mëshirshëm. Para mendoj kur njerëzit e Taifit e rejhën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e maltretuan. E ai shkoi me një qëllim që t'i thrasë në rrugë të Allahut dhe të shpëtojnë nga dënimi i Allahut. Por ata çka bën? Ata e rejhën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u sollën shumë keq me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur u largua prej Taifit, u nal mes dy kodrave. Dhe erdhi Xhibril alayhis salam. Dhe i tha: "O Muhammed, mbi meje është meleku i kodrave. Kërko lutu Allahut, me një herë Allahu do ta urdhëron melekun i kodrave që ta shkatron popullin e Taifit. Për gjithë këtë çka ta bën." Resulullah sallallahu alaihi wasallam e mblidhte gjakun prej kamave të tij që mos të bjerë gjaku në tokë. Sepse nëse gjaku i profetit e prek tokën, Allahu e shkatron atë shoqëri. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e grumbullonte gjakun që mos të bjerë pik gjaku në tokë, që mos të dënohet populli i Taifit. Pse? Para mendoj me gjitha çka ja bën. Dhe ky çka Resulullah sallallahu alaihi wasallam që mos ta dënon Allahu subhanahu wa taala çat popull. Ne vetëm një të keq që dikush më na bë. Po minutën si ja falim. Po gjumi nuk na zën ndër sabah.
Nuk në zëngju miner sabah tu me ndu, tu analizu, tu angër vetin, qysh me habo? Si me a këthy, e si me a hakmar. Sepse zemrët tona ka shumë pak butësi, rahmet. Rahmeti rritet, shtohet në zemrët tona, nëse rritet imani. Sa më shumë që do pëstojt imani, shtohet urejtja, shtohet mendimit e këqia, paksohet butësia, paksohet urtësia, paksohet sabri, durimi, e largohet rahmeti. Wa in kun të fadhë nga lidha al qalbi lën fadhu min haulik. Nëse ti, o Muhammed, ishje i vrajshë, i ashpër, jo i but me ata që ishin rreth teje, ato do të largoheshin prej teje. Do të largoheshin. Kjo ndodh me mu dhe me ty. Nëse jo gjallar habitemi pse njerëzit largohen. Po largohen nëse jemi të hashpër dhe të vrajshdët. Dhe nuk jemi të but dhe nuk sillemi me mirësi ndaj njerëzve. Po edhe ti, si njeri, si xhamat, e vladi yt si e vlad nuk rrin afër teje nëse je i vrajshdit. Nëse je arrogant, nëse je ashpër. Nuk rrin, lodhet. Po jo dikush tjetër. Allahu subhanahu taala i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ishte atill, njerëzit do të iknin prej tij. E nëse njerëzit iknin prej tij, si do ta bënte thirrjen rrugët e Allahut? E prandaj Allahu subhanahu taala ja pastroi zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga gjithë ato gjëra të këqija, që mos të ketë zemrën e tij përpose gjëra të mira. Gjoksi yt nuk ishte i ngushtë e i rënduar, që mezi i nështrohej së mirës, por ishte i hapur gjoksi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i gatshëm për bindje. Kjo është pa pikë dyshimi nga mirësia dhe dhuntia Allahu te bareke ve teala ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Pse Allahu e cek gjoksin? A nuk ta kemi zgjeruar, a nuk ta kemi hapur në ty gjoksin? Pse përmend gjoksin? Pse për shembull nuk ja hapon barkin ose kokën, po gjoksin? Sepse gjoksi është vendi i njohurive, i perceptimit. Është vendi ku e mur barën e shpalljes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ulemaja dietar të Islamit janë ndarë në mendime se njeriu a mendon me mendje apo me zemër. Sepse Allahu subhanahu taala gjoher në Kur'an kur e përmend, thot ata kanë zemra me të cilat nuk mendojnë. I cek zemrat. Pa përmend zemrat se me zemrat e tyre nuk mendojnë. E prandaj mos gabojmë, Imam Shafiu rahimahullah ka mendimin se njeriu me zemër mendon. Pra ka mos marrëvesh po këtë çështje. Gjoksi ajo që e ngushton njeriu, dhe që njeriu nuk ka rahati, qetësi nëse ka ngushtim të gjoksit. Çka keme? Këtu. Kur ngushton, kur shtrëngon gjoksi, njeriu ka brenga, ka probleme shpirtërore, ka probleme të mbrëmshme që duhet t'i trajton dhe të rahatohet, dhe nuk trajtohet dhe nuk rahatohet njeriu përpose me leximin e fjalës Allahu te bareke ve teala. Nuk folim nëse ka probleme të zemrës, probleme kardiak që duhet shkon te mjeku. Folim për shtrëngimin e gjoksit që vjen te njeriu për shkak të mëkateve, harameve, devijimit, të këqijave. Gjoksi i njeriut është varri i njeriut. Zemra e njeriut është vetë njeriu. Në varr kur të hysh, gjendjen tënde do ta njohësh, do ta dish sipas gjendjes së zemrës tënde që e ka tash në gjoksin, në brendin e gjoksit tënd. Si është zemra jote tash në moment? Nëse tash ti vdes dhe kishe pas dëshirë ta dish gjendjen tënde në varr, si do të jesh? Ke mundësin të njohësh përmes gjendjes të zemrës tënde moment tash që e ka.
si është zemra jote në mbredin e gjoksit tënd. A është e qetë? A është e rahatshme? A është e pastër? A ka urrejtje zemrën tënde dhe të tjerëve? A ka mendjemasi dhe të tjerëve? A ka mendimet këqija dhe planifikimet të ndryshme dhe të tjerëve? Vetëm nëse zemrat tone janë të stërmbushura me mendimet këqija dhe të tjerëve, dije se ti ma rahatlëk nuk ke. Vetëm dhe një rut me pas mendimi keq, ti ma rahat nuk ke. S'ke rahatlëk, për deri sa nuk ke largon atë mendim. Sa e gjumi nuk në zën, për shkak të ndonjë shqetësimi që dikush na bon. Dhe që ai shqetësim pastaj bëhet shkak sebeb që ne mos gjejmë rahatlëk, qetësi në mbrëmje. Dhe shkak të atij shqetësimi pastaj zemrat tona mbushen me urrejtje dhe mendime të këqija dhe për mënyra të ndryshme të hakmarrjeve që dojmë t'ia bëjmë personit, individit. Nuk do të jemi rahat në varr, nuk do ta kemi gjendjen mirë në varr, përderisa zemrat tona nuk pastrohen nga këto gjëra. Nëse zemrat tona janë të mbushura me kësi gjëra, zemrat tona rahatlëk në brendin e gjoksit ton nuk kanë. Wa wadana anke wizrek, ne ta hoqëm barën tënde, i thot Allahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cila ishte bara? Çfarë barë kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mëkatin, apo rëndesën që ta kishte lodhur dhe rënduar shpinën, dhe ne ta lehtësuam atë që ty të rëndonte. E krejt atë që neve sot në rëndon, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju larguan. Një njeri për zemra ti e mbushur me plot dashuri, rahmet. Ke parasysh vetëm një natë kur shtrihesh të flesh, bëj gjumë. Dhe s'ke asgjë. E ke kalu ditën mirë, si e të mendu për dikë, s'ke pas do një shqecim, se shkon të shtëpia, familja mirë, ke falë namazin, kalon disa minuta, momente me familjen, knaqe, shfrytëzon, një ditë e kanshme, e mirë, s'ke në gjumë mohabetet këqije, nuk ke në gjumë sharje, fyre, më thave, thash, edhe një natë e qetë, e rahatshme, edhe gjumin e bo rahat. Po para me ndoj, ta njetën të kesh kështu. Ta njetën. Po, s'po m'lan rahat njëzit, po. Edhe pse njëzit s'po t'lan rahat, ti me kanë shumë rahat. Se veprimet e njerëzve janë për vetë njerëzit, dhe ata do llogaritën për veprat e tyre. E ti do llogaritesh për sabrin, për durimin tënd. Dhe përmes sabrit, durimit, mbështetjes tënde të plot në Allahun subhanahu wa taala, ti do ta gjesh atë qetësinë e shpirtit e zemrës tënde. Kush don natën ta kalon qetë rahat, ditën që ashtu, mos t'ua mundson këtyre gjërave të hyjnë në zemrën e tij. Si mendjemasi, si urrejtje, veçanërisht si xhelozi, haset, që është gjithashtu prej smundimeve më të mëdha të zemrës, pra me i largu këtë gjëra. Me i largu. Nuk është e lehtë, se nuk është një, e nuk është për një ditë. Ti sot e ke pastru nesër përsëri e ke, e përsëri, deri në vdekje. Ama nëse do ratlëk, e Allahu subhanahu wa taala këtë pesh ja larguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alladhi anqadha dhahrek. Ajo barë që kishte rënduar shpinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kishte lodhur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, po thuj se ishte t'ja thy shpinën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e ngriti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në pozitë të lartë përmes dhuntive morale e shpirtërore që Allahu ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse arrin qetësinë e zemrës tënde, ndikojnë fjalët e njerëzve zemrën tënde, nuk ndikojnë reagimet, veprimet e njerëzve zemrën tënde, dhe ti çdo ditë, çdo natë,
ndihesh sa më mirë dhe ti e ke atë qetësinë tënde shpirtërore, mos harro se je në një begati të madhe për anës të Allahut. Mos harro se Allahu ti ka largu shumë gjëra të këqija për zemrës tënde. Jetën e si jetojmë për njerëzit, dhe jetën nuk na falen njerëzit. E pse duhet mërzitemi ne çka bëjnë njerëz, duhet mërzitemi natë kur njerëzit janë në gjendje të keqe. Aman, pse unë duhet ta shkatroj vendin tim, zemrën time, kur unë jam përgjegjës për fjalët e mia dhe veprat e mia. Të tjerat janë përgjegjës për fjalët e tyre dhe veprat e tyre. Kështu që nëse dikush më shan, më ofendon, më nënçmon, më bën zullum, pa drejtësi, ai ka përgjegjësinë. Prej me kërkohet durim, mirë menaxhim të sprovës, butësi, urtësi. Edhe shpresë për shpërblim për anës të Allahut te bareke ve teala. Wa rafa'na. Pas gjithë kësaj, Allahu subhanahu wa taala e bëri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përmendet shumë në grad të lartë dhe angriti famën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një përmendje të lartë e të bekuar, ashtu siç nuk e ka arritur askush prej ndonjë krijesave tjera, askush. Allahu subhanahu wa taala nuk përmendet, pa u përmend bashkë me të kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kjo është ajo rafa'na leke dhikrek. Ne e bëm që ti të përmendesh dhe të ngritëm ty, të ngritëm famën lartë. Qysh? Sa herë kur të përmendet Allahu, të përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në shahadet, në ezan, në ikamet, në khutbe, në zemrat e umetit ti, a i ka dashuri. Këtë dashuri që ne kemi zemrët tona, këtë dashuri ne ka falë, ne ka dhanë Allahu, dhe kështu e ka ngrit lartë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se kemi pa, po lotët në rjedhin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se kemi pa, po zemrët në qajnë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Se kemi pa, por shpresojmë me të jemi bashkë në xhennet. Se kemi pa, por shpresojmë shefatin ndërmjetësimin e tij. Se kemi pa, po me plot për kushtim, për pikshmëri, kujdes, ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Allahu e bëri. E ngriti lartë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që ta don i madh e i vogël sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dhikrek, ka thënë Mujahidi rahimahullah, nuk ka të përmendëm unë dikund, thot Allahu demek, nuk ka të përmendëm unë dikund e të mos përmendesh edhe ti o Muhammed. S'ka ma ngritje më të lartë se kjo. Nuk ka ngritje më të lartë se kjo. Ku përmendet Allahu, me u përmendet edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E kjo është një pozitë që Allahu ja ka falë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ajeti fa inna ma'al usri yusra. Mas çdo vështirësie ka lehtësim. Këtë dini të gjithë, këtë dini se të gjithë kemi vështirësi. Edhe këtë ajet kuranor të gjithë e përmendin e përsërisin. Mas çdo vështirësie ose me çdo vështirësi ka lehtësim. E tash kështu. Nuk ka vështirësi të mos e pason atë vështirësi lehtësimi. Nuk ka. Nuk ka. Nëse me një vrim futet vështirësia bashkë me të futet edhe lehtësimi, këtë dijet jesh i bindur. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk mundet një vështirësi, ti mund dy lehtësime. Sepse Allahu subhanahu wa taala dy herë e ka përsërit ajetin kuranor. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. E përsërit që të të bindet ty, të jesh i bindur se pas vështirësis ka lehtësim. Nëse tash ke një vështirësi, ke një zor, mos haro, aty është lehtësimi. Lehtësimi e pason vështirësin. Por, ku e ke imanin, ku e ke bindjen,
ku e ke sabrin, durimin. Sepse vështirësia mund të vjen mas një minute, të vjen mas një jave, të vjen mas një viti, të vjen mas 10 viteve. Këtë e din vetëm i madhi Allah. Ama, inna ma'al usri yusra. E kur vjen lehtësimi pas vështirësisë, e atëherë Allahu subhanahu wa taala ta kënaq shpirtin edhe krejt qatë vështirësi që ke pas e bon që ta harrojsh, sikër nuk e ke ndjer e as që e ke pas. Fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab. E kur të përfundosh nga angazhimet e tua, pra qoftë nga namazi, lufta apo nga punët e dynjas, fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, atëherë drejt Zotit yt drejtoj dëshirën, shpresën, lutjen dhe qëllimin tënd. Për këtë ajet kuranor dietarët islam kanë dhënë mendime dhe komentime të ndryshme, por ky është komentimi. Fa idha faragta fansab. Kur ta kryesh punën tënde, angazhimin tënd, do kanë thënë namazin, do kanë thënë çdo punë lloj tjetër, dhe kjo është e vërteta. Gjithçka që ti bën, punove sot, a punove. Pastaj shkove te Allahu, ju drejtove Allahut. E fale namazin. Fa idha faragta, tamam e kryte. Tash hajde. Fansab. Wa ila rabbika farghab, drejtoj tash Zotit tënd. Çoj duhet përpjet dhe kërko prej tij gjithçka që ti ke nevojë. Gjithçka që ti ke nevojë. Për që këtë namaz çka e bën, kërko prej tij që namazin të ta pranoj, të ta bën kabull. Për punën që sot e bone, lutu ati, falendroj atë që ta mundsoj të punësh, që ish i gjallë, marrë shfrym, të jetojsh, të jesh mesin e familjarëve, mesin e shoqërisë, e falendroj atë. Thë alhamdulillah, wallah që të falendroj. Jetën më dhave, shëndetin më dhave. Unë furnizove me evlat, me pasuri. Kam kaluar ditën sa më mirë. Wallah ja tash ty po të përulem, ty po të përkulem, ty po të adhuroj. Namazin për ty e bëj. As këtë tjetër po s'te nuk adhuroj. O Allah, prej te e kërkoj. Mundin tim pranoma. Lutjet e mia pranoj. Gjinahet e mia pastroj. Zemrën pastroma. Zemrën pastroma. Familjen ruma. Lutu Allahut. Mas gjitha ti mundi. Jo vrapo. A nuk i bie ndërmend të si që ti bie Allahut subhanahu wa taala. E mendon se ka marrit, çka ki marrit? Kur gjës është arrit? Kur gjës është arrit më fund? Shtërngimet të gjoksit, ai vetë se din. Edhe ai s'din kat jaman. Se njeriu është krijuar për një qëllim, e qëllimi është Allahun ta adhurojmë dhe ta njësojmë. E ti kur vetëm vrapo mas dynjas, e nuk din ti thuash faleminderit atij që ta mundsoj me vrapu, atëherë ti se ke kuptuar qëllimin e krijimit dhe ekzistimit tënd, pse je. Ama kur robi e kupton, alhamdulillah. Shëndet e kemi, punojmë. Alhamdulillah, ama nuk harrojmë Allahut t'i themi alhamdulillah. Ja Allah për ty namazin nevoj. Të falendrohem. Më jep ala forcë, se nesër do të me jetu ala, po? Me uqu për sabah, me falë sabahin, me adhuru Allahun, me dalë me familjet, me kry nevojët e familjeve. Po do të me lutë Allahun. Se nesër vallaj ti sa desh, me uqu, me lëviz, s'ki me mujt, me lëviz, nëse Allahu i të trupit tanë mos lëviz ma, edhe s'ki me lëviz. Po do të me kërku për Allahut. O Allah, ty të falendroj që ma mundsove këtë ditë ta jetoj, e ty të adhuroj, ty të falendroj që ma mundsove namazin ta bëj, edhe prej teje e kërkoj Allah që ditën e nesërme dhe ditët që vjojnë të ma mundsojsh aq më shumë punë të mira të bëj, aq më afër teje të qëndroj, aq më shumë punë të mira të ishtoj, sepse ti ai i cili më jep, më ndihmon, më forcon e më lehtëson. Lusë Allahun subhanahu wa taala që kjo sura të jetë një dëshmi për ne e jo kundra nesh në ditën e ahiretit. Kjo suret na bën hije neve në ditën e ahiretit e na shpëtoi Allahu subhanahu wa taala nga zjarri i xhenemit. Lusë Allahun subhanahu wa taala që na i fal gjunat, na i pastroj zemrat, na i shëroj gjoksat, na udhëzon në rrugën e drejtë të vërtetë, na furnizon me detyri të dobishme, e na bashkon xhenetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.